Zotni kryetar, edhe pse s'u tha, unë besoj që e të reqin kërkesën për interpelant, sepse s'ka objekt për me diskutu, dhe ne si shefat grupeve, u mendoj që duhet të flasim në emër të grupeve dhe këtu nuk duhet këtë debat, sepse kjo pikë tash ka mbet pa objekt bisede. E para, zonja Kadaj, në fjalën e juaj, e kuptoj, jeni deputete, përfaqësoni një parti politike, edhe nuk e maj drejtën të bëni politikë, të bëni marketing, thoni edhe gjëra qështë, thoni edhe gjëra, unë po flasë në emër të grupit. Të lutem, doni zonja Dorin, të lutem, le të vazhdon zoti Ismet Beqiri, të lutem, vazhdo. Zonja Bojupi, që ka ndërpre, më lejonit të mendimin tim dhe të grupit, dhe nuk i nevoj mi dhonë zjarë për kësaj pune, se ka të ke, me një fjallur të tilë, vetëm sa për të thënë, diçka e keni gabim shumë, po është çështja juja, nuk po ju përziem në atë. Ju lus, them mendimin, qëndrimin e grupit, ne normalisht e përkrajmë vendimin e kryeministrit për të shkarku zotin Jablanović, dhe vendimi është ushtru ose detyra e kryeministrit e tij kushtetuese me përgjegjësinë më të lartë dhe ka marrë një vendim të tillë. Unë nuk hy të analizoj sepse çdo gjë në protesta është pa, çdo gjë është e dukshme dhe askush nuk mund të ikë përgjegjësisë. Kushdo qoftë ai. Askush nuk mund të ikë përgjegjësisë. E kam thonë edhe po e them edhe sot. Kemi 1001 arsye për të protestuar në Kosovë, po ama asnjë vetëm arsye nuk kemi për t'ia thyer kokën as kujt me gur. Me gur as me dhunë. Dhe kushdo as me plumat gomës. Dhe kushdo që tenton të arsyetoj diçka të tillë, janë organet që duhet të konstatojnë këtë. Nuk ka qenë gjysmë fjalë ajo që e ka thënë kryeministri në konferencë. Unë nuk duhet të interpretoj të që e ka thonë sepse është shumë e qartë. Nëse thuhet ai më nuk është ministër në qeverinë ose nuk është në kabinetin e qeverisë Mustafa Jablanović, çka duhet tjetër thonë? Pse nuk është sot zoti Mustafa, s'ka arsye për me qenë sot, sepse kjo pikë nuk është në rand ditës ose s'duhet të jetë në rand ditës, sepse ajo çka ka qenë kërkesë është realizu dhe sa i përket tekstit ju duhet ta dini edhe besoj e dini. Kryeministri i vendit çdo kohë shkarkon edhe emron ministra, zavens ministra dhe asnjëherë nuk e ka obligim me ta sjellë ty me shkrim. S'ka ndodhur kurr, as sigurisht nuk më ndodh se s'ka arsye. Ai nuk është më ministër i qeverisë Republikës Kosovës. Dhe edhe diçka po e them në seancë. Ju los mos manipuloni me ligjin për Trepçën. Ligji për Trepçën asnjëherë nuk ka qenë seancë, sepse s'është i përgatitur. Ju e dini të nderuar deputet që grupi parlamentar i LDK-s ka kërkuar debat dhe mbështetur nga gjitha grupet tjera parlamentare kanë nxjerrë një rezolut ku është kërkuar të rregullohet me ligj veçantë statusi i Trepçës. Kjo është e vërteta, prandaj kjo çështje duhet dhe mund të rregullohet vetëm në Kuvendin e Republikës së Kosovës, në asnjë mënyrë tjetër. Dhe unë jam i bindur që ligji për Trepçën, pas përfundimit të ligjit që do të jetë për ndërmarrjet publike, do të procedohet dhe statusi i Trepçës, statusi juridik, do të definohet qartë dhe për atë që ka dilemë eventuale, unë nuk e kam dhe asnjë deputet e besoj i Parlamentit të Kosovës nuk ka dilemë. Për pas atyre normalisht që nga njëherë mendojnë pak më ndryshe që Trepça është pasuria jona, është jo vetëm në territorin e Kosovës, por shumë e qartë që është territorin e Kosovës dhe se të tillë ne me votën tonë, me ligjin që do ta miratojmë, nuk do të lejojmë të tërësohet dhe të bëhet e askujt tjetër. Prandaj unë ju lus që debat zoti kryetar, me qenë se është fjala për tërheqjen e kësaj pike të rendit ditës, ne si grup parlamentar normalisht e mbështesim sepse nuk ka më objekt diskutimi për çështjen që është ngrit më herët. Faleminderit.